Edhe pas shumë ditë kërkime intenzive, deri tani nuk ka asnjë gjurmë nga zhdukja e vajzës 14 muajshe Elif Fejzullahu. Familjarët thonë se edhe në aksionin e sotëm ku ishin shumë vullnetar, nuk ka asnjë shenjë. Xhaxhai i Elifit rrëfen se deri më tani kanë kërkuar në shumë vende, ndërsa sot kanë përfunduar tek liçeni i Smilkovcës ku shpresonin se do të gjejnë diçka. Kjo është pjesa e dytë, domethënë që jena të kërkuar. Pjesën e parë kem rrugës për Naraqinçja deri te Qarkorja. Këtu tash jena bashkë në vend ngjarje që ka ndodhur ajo. Atje s'patëm rezultat. Dhe Zoti këtu të kena në rezultat. Vullnetarët e përfshirë në këtë aksion kërkimi thonë se po bëjnë përpjekje maksimale për të gjetur vajzën e zhdukur. Unë jam vullnetar, kam marrë me shok. Kemi kërku pjesën që shifni mbrapa këndej nga ana e djathtë. Edhe tash u shpërndam në 2 pika, disa shkojnë anën sipër, me ne do shkojmë mbrapa të kërkojmë. Familjarët apelojnë për ndihmë, ndërsa theksojnë se nuk do të rreshtin së kërkuari vajzën e tyre të zhdukur në natën e 6 gushtit, kur vendbanimi i Hasanbegut u përfshin nga moti i keq dhe përmbytjet masive.